3. Mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Jam veshur, jam bërë gati, rrofshin këto kapelet dhe syzet, do shkoj të blej edhe një 2-3 kapele tjera, sepse janë shpëtim për këto ditët. Tani, do ja marrim dorën avash, por për momentin nuk kam pas kohë as të bëj make-up. Okej, minimumi që kam kohë të bëj është një dush çdo mëngjes, të laj dhëmbët, të bëj pak skincare dhe kaq, dhe të ndroj pijamat. Kjo ka qenë e vetmi moment që i kam vendosur që kam pasur mundësi ti kushtoj vetes. Mirë se erdhët një herë në kanalin tim, unë quhem Dora, jam 28 vjeçë, sapo jam bërë një mami e një vajze që quhet Ohema, dhe mirë se erdhët në kanalin tim, mirë se erdhët në këtë video. Nëse jeni të rinj, shpresoj shumë t'ju pëlqejnë videot e mia. Mundohem të tregoj gjëra sa më pozitive, sa më të bukura, sepse gjëra boring dhe gjëra të mërzitshme kemi të gjithë në jetën tonë. Mundohem ta romantisizoj jetën. Çdo fazë të jetës, postpartum është një fazë shumë e vështirë, për ju që keni kaluar me vështirësi e dini dhe më kuptoni, prandaj mundohem ta romantisizoj. Unë të thënë deri tani, kam pasur momente të vështira ka pasur momente ku kam qarë, jam ndjerë vetëm, jam ndjerë pafuqishme, jam ndjerë sikur humba veten, sikur nuk jam unë. Por, në përgjithësi, do them që ka qenë pozitive. Është normale të kemi këto ndjenja, kështu që nuk jeni vetëm në këtë gjë. Mos shikoni këtu që unë tregoj vetëm gjërat e mira, normal që nuk të tregoj kur çaj, ose kur jam e lodhur, ose kur jam e palar, ose kur jam me pijama, ose kur jam, do them, më kuptoni, prandaj nuk jeni vetëm. Këtë ta keni të sigurt. Jam e sigurt që këtu gjitha mamat do ta gjejnë veten me gjitha këto që thash. Por e rëndësishme është në jetë t'i marrim çdo gjëje pozitivitetin e asaj. Unë po ta shikoni sapo kam hequr klifat e divanit që duhet t'i laj, sepse kanë ardhur vizita, njerëz kanë ardhur edhe duhet t'i laj, duhet t'i bëj një refresh. Këtë javë Geri ka shkuar në punë dhe kemi qenë komplet vetëm unë dhe Ohema. Ka qenë, sot është ditë e njëjte, ka qenë goxha e vështirë t'ju them drejtën, sepse përveç se Ohemës nuk kam pasur mundësi të bëj asgjë tjetër. Edhe po, veç unë, Ohema, non-stop Ohema, ushqim, ndrim. Kemi dalë shumë ndonjëherë këtu rreth rrotull, sikur tani po dalim pak, sepse ka qenë një natë jo shumë e lehtë sot. Ohema Green Day kishte dhimbje bare ku m'duket, sepse kishte ngrënë, e kisha ndru, nuk e di pse çante, dhe kështu e kam mbajt pak në krah. Ka qenë e vështirë të vendos Ohemën natën te krevati vet, ka qenë vërtet shumë e vështirë, edhe akoma nuk flen tër natën te krevati vet, e bëj pjesë, e shoh që për shembull kur në darkë, kur bim me fjet, nëse ajo është duke u grind, nuk e lën krevat. E vendos te krevati jon, ose për shembull në kundërta, nëse mëngjes e shoh që është të qetë ose duke u ngrind, nëse është duke u grind e lë te krevati, nëse është e qetë e vendos te krevati vet. Shpresoj ta mësoj. I kam bler një folez, sepse kisha atë estekun e shtatzanis, po prapë kisha frikë natën që mos ta vinte kokën anash aty dhe ndoshta mund mos të mirë të frym. Kështu që i kam bler një tip foleze që do ja tregoj që edhe po ta kthej kokën anash tek foleza është me ja harrova emrin, por që ka mundësi bibe të marrë frym, kuptoni. Kështu, për momentin nuk e kemi vendosur akoma në krevat, më thonë juve eksperiencat tuaja. Mua mamia më ka thënë që bebja tani ka kaluar 3 trimestra në barkin tuaj, dhe tani është trimestri 4, ka lindur, ka ardhur nga një vend ku ka qenë i mbyllur dhe ka më shumë nevojë për nënën, për të ndjehet afër, të ndjejë aromën, kështu që nuk është se jam shumë e shqetësuar, se më ka thënë është normale, por që avash, siç ju thash, do mundohem ta vendos në krevat
një pjesë të natës. Gjithsesi ditën ajo flen te krevati, gjë që e vendos këtu në sallon, me zhurmat, kur ve fshesin me korrent, televizorin, dritën, domethënë krevatin e maj në sallon gjatë ditës dhe aty flen. Nëse unë jam veshur sepse zgjata shumë dhe përfitoj nga rasti që ajo fle, që dali me ec, na bën mirë të dyjave, sepse kur është e zgjuar grindet edhe po u zgjua Ohema e kap një qarë që ta marrë vesh gjithë vendi, ta nxjoni dhe juve aty ku jeni për të pirë, e do direkt. Kështu që po dal direkt sa nuk është zgjuar, nëse ajo e fjetur, ndoshta do pi dhe një kafe, nëse jo do kthehem në shtëpi. U vesha kështu me roz, nuk e di pse u vesha me roz, nuk e di sa vite nuk i vesh këtë bluzën, edhe këto streqet roz. Por i gjeta aty dhe më bien. Nëse jeni të interesuar, ta dini pak barkun, po bëj me hile, është kështu. Kështu është në profil. Tani, me streqe është ndryshe, se po ta tregoj kështu është edhe ndryshe. Por, kjo është trupi im, tani jam 3 javë postpartum. Nëse se nuk është ky fokusi i momentit fare, trupi dhe gjitha këto, por që ndoshta ju intereson dhe po ju tregoj. Po dal me një herë, do vendos edhe një makinë me rroba, këto që ju thash të divanit, edhe le të shijojmë pak diellin sepse kemi kohë të bukur dhe Ohema po fle. Kjo është foleza që po flisja që i kam bler Ohemës, përdoret thoshte deri në 8 muajsh, me ngjitës këtu që të mund ta zgjerosh ose ta zvoglosh në ballësi të bebit. Është me këtë pjesën këtu që edhe bebi nëse kthen kokën ka mundësi të marrë frymë. Këtu është kjo që e kam heq, por që vendoset kështu. Vendoset pak a shumë në këtë mënyrë dhe e vendos kështu tek trupi i bebit, nëse në anën tjetër. Në mënyrë që të ndjej sikur është e mbledhur, por që unë se kam vendosur dhe e kam lënë kështu. E kështu duket tek krevati dhe natën e vendos midis nesh. Kjo, nëse më pyesni, është një objekt që ka si thuhet, zhurmat të bardha dhe ja vendos Ohemës për ta qetësuar ndonjëherë. Jo gjithmonë. Ardhur me një park këtu ku tot një vit më përpara vija dhe bëja vrap këtu. Dhe tani një vit më vonë vija dhe bëja ecje shëtitje me Ohemën. Është më çuditshme se si jeta mund të ndryshojë brenda një viti 360 gradë. Para një viti vija këtu dhe bëja vrap, kisha filluar dietën, mos gabosha, jo, ka pas filluar më herët dietën. Në atë kohë se kisha fare ndërmend bëja një fëmijë, por që më vonë erdhi dëshira. Zoti më plotësoi dëshirën dhe ja ku jam. Kjo është jeta që kam ndërruar, dal shëtitje me bushën time, me shoqën time më të mirë që do jesë, tritet edhe pak, se tani është akoma e vogël. Bleva një smoothie, një lëng të freskët më saktë. Do thoni, mund ta kisha bërë te shtëpia, ose do them mund ta kisha bërë te shtëpia. Patjetër që mund ta kisha bërë. Edhe mund të kisha kursy ato 5 €, por për qef, dua t'ju jap një këshill për mamat që janë në postpartum, dini, ku dal nga shtëpia më duket sikur dal nga kafazi. Dini, nëse keni mundësi dhe nëse koha mbi të gjitha është e mirë. Ohema përsëri po fle këtu. Zemra mamit. Por që tani po shkojmë drejt shtëpisë, kemi edhe 20 minuta për të shkuar në shtëpi. Një orë ecje e bëmni, dashje pa dashje. E ca, edhe desha të tregoj sepse e pat besoj këtu te klipet që kisha marrë këto, i zbrazë e vendosa në për vënde, vendosa të marrë këtë firmën. Unë deri tani kam përdorur firmën Pampers Premium, Pampers Premium, që i kam bler
që para se të vijë Hema, i kemi blerë në 9 apo 10 ku kanë qenë uljet dhe kemi pas marrë goxha e lirë një pakot madhe me 180 copa, që disa nga ju këtu dhe në Instagram më thanë Dora ke marrë shumë për moshën 0 deri në për masa 1, po. Ke marrë shumë sepse ishte për masa 1, që është 2 deri në 5 kg. Po grindi të Hema. Është në gjumë, po. Mënë sa zhurë ma cute kështu. E më bërë me fiksime dhe unë. Po, dhe po thoja që kisha marrë ato dhe ju më tha që kisha marrë shumë, por që nuk ishin shumë, më kanë mbaru brenda, më kanë 3 javë, po, 3 javë më janë mbaru 180 copa. Nuk e di nëse janë shumë, ndoshta unë e kam egzageru, por Hema, po ja lë detajet, por që nuk e di, ndoshta pinë shumë edhe përdor shumë, nuk e di, duhet ndroj shpesh, sepse ishte nevojshme. Dhe më mbaruan ato dhe thash ti marrë këtë firmën, nuk e di nëse keni eksperiencat mira apo të këqija me këtë firmën, mora 3 kështu, përsëri mora për masën 1, por më duket që kam bërë gabim sepse janë pak, nuk e di, ndoshta edhe një javë pak Hema mund të vesh këto 100 dhe pastaj besoj se do ishte për 200. Por për momentin akoma është okay, po mendoj që kam marrë tepër. Le të shohem, nuk e di, ishin pak a shumë me të njëjtin çmim sikur Pampersi. Arsyeja pse vendosa t'i ndroj nuk kishte një arsye, sepse Pampersi i përshtatej shumë mirë Hemës. Por që thash, okay, të eksperimentoj, të shohem, ndoshta kjo do jesi më mirë, edhe pse ka pas kuqe në fakt Hema. Pediatri më thotë përdorja këtë. I ka marrë një 3 kështu, një për këtu në salon, një në dhomë, një të çanta që e marrim kur dalim jashtë. Nuk e di nëse është e mirë apo jo, por më thatë merja këtë. Gjithsesi kam edhe një tjetër që është i Swavinexit, Napi Cream, por që i bëj një herë këtë, një herë atë. Gjithashtu më tha që të fitoja sa më shumë letrat e lakta për bebin, unë këto e dija, dhe që ta pastroj me këtë edhe me pambuk, me liniment. Linimenti është thjesht një përbërje natyrale me ujë dhe me vaj ulliri, që do thotë që uji pastron dhe vaj ulliri të hidraton lëkurën e bebit, por që sugjerohet gjithashtu që ta lajm kur të bëj pjesën e madhe, ta lajm me ujë dhe me sapun dhe për urinën ose ndonjëherë edhe pjesën e madhe me këtë. Dhe këtë kam bërë, vetëm ndonjëherë kur është natë dhe jam tepër e lodhur, përdori letrën e lakt, ju them drejtën, sepse ndonjëherë jam me të vërtetë shumë e lodhur, por që gjithmonë kur përdorni letrën e lakt, më tha, duhet ta thani, pastaj të vendosni kremin dhe pastaj të vendosni Pampersin. Nuk e di nëse keni dëgjuar nga këto, por thash ti provoj. Kishin të njëjtin çmim pak a shumë si Pampersi. Dua që kur tritet paktën 2-3 muaj e parë të kem një Pampers kualitet që është i mirë pa kimikate dhe gjëra të tilla, pastaj kur tritet 3 muaj e më tepër mund të marr edhe firma të tjera që gjithashtu duhet të shikojmë a kanë kimikate apo jo, por që nuk do jem aq e kujdesshme sa tani në fillim. Unë tani kam pirë kafën time të mesdites, edhe po mundohem me qenë se po fle sepse ka fler goxha Hema edhe unë kam bërë një gjumë të vogël një orësh. Po mundon punoj pak në laptop, sepse të them drejtën kam shumë emaile pa përgjigjur. Kam me të vërtetë shumë emaile dhe më kanë ardhur goxha emaili për bashkëpunime që nuk jam e sigurt nëse do i pranoj të gjithë, sepse nuk unë shikoj sa kohë kam, kështu që nuk mund promptoj diçka një marke edhe pastaj nuk jam e mundur ta bëj mirë. Ju dini se ose e bëj ose nuk e bëj. Kështu që do jem selektive për këtë gjë. Gjithashtu kam plot mesazhe në Instagram, mbi ndoshta 300-400 mesazhe pa hapur dhe pa përgjigjur dhe kam shumë turp. Çdo herë që postoj një story në Instagram më vjen turp sepse them njerëzit thonë po kjo ka kohë të postoj story, po nuk ka kohë të na përgjigj neve. E vërteta është se unë nuk e di ndonjëherë kur kam fare telefonin, ju betojmë edhe në WhatsApp kam mesazhe pa përgjigjur, kështu që storia është një moment edhe mbaron, por që ju kam premtuar që do marr kohën, jo çdo ditë, jo me një herë të gjitha mesazheve të ju përgjigjem, por ja për shembull tani i jap vetes 40 minuta ose 30 minuta varet sa flen Hema në kompjuter që duhet përgjigjem disa emaileve, plus kam edhe gjëra administrative që kam bëj, për shembull duhet të plotësoj disa formulare për
si thuhet, pjesën e sigurimit të shëndetit, duhet të marrë një takim për pasaportën e OHEMA-s, sepse duam të udhtojmë shumë shpejt. Do të thonë të bëjmë një foto pasaporte, pastaj shkojmë tek komuna që ta bëjmë pasaportën, aplikimin për pasaportë. Kam goxha gjëra, domethënë që duhet patjetër t'i bëj sot dhe kam një listë që duhet t'i bëj patjetër sot. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Ja ku bëra mbara dhe tani të filmoj, se nuk kam filmuar disa ditë, por më shihni kështu, sepse do ju them pastaj, prisni. Të fillojmë të marrim gjërat në radhë. Sot OHEMA bën 1 muaj. Nuk më besohet që ka kaluar 1 muaj, nuk më besohet që bebia ime është rritur 1 muaj dhe me të vërtetë e shoh që është rritur, ka ndryshuar shumë, edhe për një mama të besojmë kuptoni që edhe gëzohemi se rriten, po edhe në të njëjtën kohë duam që ta kemi gjithmonë bebe të vogël, por kështu është, paktën shoqëri jemi mirë, paktën po rritet, edhe kjo është jeta fundja dhe do e festojmë sot, do i vesh një outfit shumë cute, ja kam bler një fustan shumë bukur për 1 muaj, do blejmë një kek të vogël dhe do ta bëjmë kështu të kemi një kujtim me OHEMA për 1 muaj. Ky muaj nuk ka qenë i thjesht, por ka qenë një ndër muajt më të bukur të jetës time. Ka qenë një muaj ku kam mësuar shumë gjëra, kam ndryshuar, kam reflektuar, kam mësuar me të vërtetë shumë gjëra që nuk i dija më përpara dhe gjëja më e rëndësishme që kam mësuar është që kam një vlerësim maksimal për të gjitha mamat. Tani shoh mamat me një perspektivë tjetër. Më përpara nuk e kisha fare idenë. Okej, je mam për mua, por tani ju ndjej në zemër, gjitha ju mamave. Jam bërë gati dhe kam kohën limit, sepse sot është hera parë që do dal vetëm pa OHEMA-n. Vetëm, do dal nga shtëpia vetëm, kështu, vetëm me rrobat e mia, pa fëmijë, pa asgjë, sepse do shkoj të bëj një ndryshim tek flokët. Nuk do ja them çfarë, do e shikoni pastaj. Kam shumë nevojë të dal të kujdesem pak për veten, besoj më kuptoni, është mos e normale se ka 1 muaj që jam vetëm në shtëpi dhe vetëm e veshur me pijame dhe kjo që po dal tani vetëm do më bëj shumë mirë. Dhe gjithashtu përveç faktit që po dal vetëm, është hera e parë që ne do eksperimentojmë biberonin tek OHEMA. OHEMA e din që ushqet vetëm me gji, por që sot kam pompuar qumësht, ja kam lënë Gerit aty biberonin dhe do shohim se si do shkoj. Është hera parë, nuk do jese gjithmonë kështu, do më thënë nuk kam ndërmend që t'ja fus biberonin OHEMA-s në rutinë, do më thënë në ushqyrje, thjesht në raste kur unë dua të dal pak vetëm, në raste kur jemi jashtë, për shembull në makinë dhe bebja qan dhe është shumë rrezikshme dhe ndalueshme që ta marrësh beben nga sigjilinja të japësh për të pirë, ose ndonjë natë kur unë jam shumë e lodhur dhe kam pasur 2-3 ditë shumë të lodhshme që Geri të kujdeset natën në disa shifte. Kam pritur që OHEMA të bëj 1 muaj që ta bëjmë këtë, sepse doja me të vërtetë të mësonte që të kuptonte që ushqimi vjen nga mami, edhe pse tani çdo gjë është okay, ka kuptuar, jemi okay, OHEMA pin, unë kam qumësht, faleminderit Zotit, se jo të gjithë e kanë këtë dhe mos u ndjeni keq kur ju mama, sidoqoftë mënyra që ushqeni bebin tuaj me formulë, me qumësht gjirë, me biberon, sidoqoftë mënyra se si e ushqeni bebin, ndonjëherë nuk kemi zgjidhje tjetër dhe ajo është më e mira dhe ju e dini më së miri se cila është më e mira për beben tuaj, kështu që mos u ndjeni në faj ose mos u krahasoni me asnjëri tjetër. Këtë ju ja them me gjithë zemër, sepse është bërë shumë trend kështu, unë ushqej bebin me gji, unë ti me formulë. Jo. Sidoqoftë, ju e dini më së miri se cila është më mirë për beben tuaj. Unë të paktën kisha fat edhe, bëra hizmetin kësaj punës dhe jo gjithmonë, edhe pse ja bën hizmetin, jo gjithmonë ja del. Faleminderit Zotin dhe kështu, paktën një 6 muaj të kem mundësinë ta ushqej OHEMA-n me qumësht gjiri. Edhe po, kështu që kam bërë gati biberonin për Gerin, do më thos Geri se si do shkoj, edhe unë nuk do flas shumë, do dal, sepse mund të zgjohet tani dhe paktën unë të kemi këtjela Gerit. Ky është biberoni që i kam lënë Gerit. Më tha doktoresha që zakonisht bebat në këtë moshë pin 90 ml, pak a shumë. Tu janë gati 100, edhe pse kam goxha qumësht që kam rujt në frigorifer, por kjo është fresh tani.
ku I kam edhe unë flokët, nuk I priva shumë, sepse do ju pres prap më vonë. Tani e di që disa nga ju I pëlqejnë flokë më gjata, disa kështu, por mua më pëlqejnë vërtet flokë të shkurtra, bile edhe më të shkurtra se kaq. Por thash, okay, po I lë me kaq, sepse po mendojmë që kur bëhet Ohema 2 muaj e pak, të shkojmë në Shqipëri, inshallah, nëse çdo gjë shkon mirë, edhe aty do bëhem sikur kam qenë flokë, jo bjonde, s'mund themi, por nëse bjonde le të themi, edhe do I pres përsëri, kështu që thash për momentin po I lë kështu, po jam shumë e kënaqur sepse është hera e parë që I pres këtu, të ky vendi kur isha, dhe gjithmonë kam frikë këtu në Belgjikë, fakti pres flokët, dhe prandaj kam bërë gjithmonë në Shqipëri. Edhe po, më bëri shumë mirë. Unë ndjeva shumë mirë, unë ndjeva sikur kisha lënë diçka te shtëpia, sikur isha bosh, domethënë, por që më bëri mirë dhe nuk u ndjeva në faj as pak dhe ju ja sugjeroj ta bëni nëse jeni amatorjat, merrni pak kohë për veten sepse ju bën shumë mirë. Unë paktën u ndjeva sikur isha me pushime, nuk e di. Plus që bënte edhe kohë mirë dhe u ndjeva shumë mirë. Takova dhe një zonjë që më ndiqte këtu në YouTube, që përshëndes shumë, edhe ju uroj çdo të mirë me gjithë familjen, ishte me bashkëshortin dhe 2 fëmijët. Ajo do njoft veten këtu tek videoja ime, kështu që e përshëndes, e falenderoj shumë që erdhi me më fol, se unë në fakt dukem kështu, po jam e turpsh me t'ju them drejtën, edhe nëse më shihni ose diçka, mos hezitoni të më flisni, unë jam një njeri thjesht, jam si juve. Unë përprisja flokët edhe ajo më kishte njohur, më kishte parë, plus që jetonte këtu afër dhe tha çdo herë që vi këtu, tha e kam parë që vjen ti këtu dhe gjithmonë kam thënë të du ta shoh dorën, edhe thash po ja kum prej si përfundim. U kënaqa, bëm edhe një foto dhe e përshëndes, edhe ju uroj çdo të mirë familjes, edhe pse jo takohemi përsëri tani që jam në shtëpi dhe Ohema po rritet. Po shikoj Ohemën. Ndërkohë, po, ky ishte edhe ndryshimi. Ndërkohë ju thash që lash Ohemës biberonin, në fakt ajo nuk u zgjua kur nuk isha këtu, kur erdha, sikur janë ndjehur aromën mamit vet që erdhi, po në fakt ka flet 3 orë gjys, kështu që ishte koha që të zgjohej. Edhe prapë edhe pse jam këtu, edhe pse erdha ja dham biberonin, në fakt ju thash që kisha mush diku te 95 ml. Edhe e mori, pak me vështirësi, t'ju them drejtën, ndoshta duhet provoj këtë tjetrin që e kam, t'ja tregoj. Ndoshta duhet provoj këtë tjetrin që e kam të Suavinexit, që e kam marrë nga Farmaci Solem, që I përshëndes gocat nëse shohin këtë videon, sepse shikoni pak si e ka kokën. Edhe kjo është qumësht xhiri, kanë qenë 2 I kanë futur këtu, por shikoni pak, nuk e di çfarë eksperiencë keni ju me biberonat. Kjo është ndryshimi, ndoshta duhet ta provoj këtë sepse kjo sikur nuk e kuptonte dhe okay, e piu, por kërkoi përsëri qumësht edhe I thash prap maybe you have to hold her head up, s'ke bouge trop. Edhe po, e piu dhe nuk e di, ndoshta nuk e kishte mjaftueshëm, përsëri çante, edhe ja dash edhe me pi, edhe piu goxha t'ju them drejtën, piu një 10 minuta me pushime se I kishte sytë e mbyllur. Por që më duk sikur ishte tepër, nuk e di, por që më thoni eksperiencat tuaja për biberonat, do isha shumë kurioze dhe të falenderuese. Dhe gjithashtu, përfitoj nga rasti t'ju falenderoj shumë, sepse më thatë që Dora Shmish të lash beben çdo darkë, ma kishit thënë më përpara, por nuk e kam larë, sepse mamia më tha, duhet ta lash beben një ditë po, një ditë jo. Kur thush ta lash, duhet vetëm një herë në javë ta lash me sapun, ta fërkosh etj, ndërsa një ditë po një ditë jo nuk ka nevojë, thjesht me ujë dhe pak qumësht xhiri ose vaj barjam tek uji, thjesht që të freskohet dhe të ndihet më mirë. Por vura re që ditët që Ohema bënte dushin, flinte shumë mirë në darkë. Pra bëj dush Ohemës. Ja për të pirë, e vesh pijamat, I vesh thesin dhe e ven gjumë nga 9:30, 9:45, e vendos te krevati, e çoj te dhoma, e fik dritën edhe flen Ohema deri nga ora 1. Pastaj zgjohet e kështu me radhë oraret e natës, I ka 1, 3, 4, pastaj 6, 7. Edhe kështu dhe vurari që ditët kur I jepja dushin, flinte më mirë, ndërsa ditët që nuk kishte bërë dush, ishte shumë një gjumë nuk e bënte gjumin e thellë, ishte tërkohës edhe thash, okay, shiko, do provoj që ta laj çdo ditë. Kur them ta laj është 5 minuta, e fus në ujë, okay, ja laj pak këmbët, dorë, duart edhe këto zona që bëhen pak më pis, dhe e lë në ujë 5 minuta kështu. 5 minuta, pastaj menjëherë e vesh,
Ja për të pirë dhe vej në gjumë, edhe vura re që flente super. Kështu që prandaj kam vendosur ta laj çdo ditë. Çdo njeri bën si të doj. Unë nuk e laj me shkum, por që kjo ka funksionuar për mua. Kur preja flokët isha edhe tek dyqani dhe mora 2 cupcakes kështu ngjyrë roz, edhe një qeri e kam këtu, që do i bëjmë një video të vogël kujtim për Ohemër për një muaj. Por unë jam njeri shumë i thjesht edhe besoj se kaq mjafton thjesht një kujtim i vogël për ne. Edhe i mora cupcake-at në ngjyrë roz. Edhe këtë qirë, nuk s'kishte tjerë, se mund kisha marrë një më të bukur, por kaq. Ohema me babi Gerin. Se kemi parë, që kur babi Gerin? Shikoni pak Ohemës që e kemi veshur këtë fustanin. Që lazim me to talk. He said no cameras. Cut the camera. Oh, good burp. Yeah. I am such a happy father. Po, gjithashtu Geri ka marrë pushime. Geri ka 2 javë pushime, kështu që janë pushimet e pashkëve. Mami është shumë e lumtur sepse nuk jemi vetëm.